A lejohet me këndu një Yasin për të vdekur? Nuk lejohet. O problem, kjo punë e Yasinit, dikush thot po, dikush jo. Unë nuk e preferoj për vetë. Me më vetë dikush a ke i kënu Yasin, dikuj do shte ja kom kënu, ama nuk e preferoj me këndu Yasin. Hëmbele ti kur t'ja kënesh në një hat me di. E në hozën e banë qirak, ti merë një 200 euro, me Yasini për 100 dinar. Që kam shtin bela? Merë një 200 euro, ti kënoj një 20 fasë, që thamë ta kumë bë hat me dhajtë për të mirë. Ku e ti të ja kumë kënu, ose më kënu kënonin? Për qatë, këto njerëzit duhet me qenë sinqert. Une mundohë me qenë hoqë, jo ma i miri si as ma i keqë. Duhet me qenë të mesëm. Ta shumë mund në me thonë, vallaj, bile me reklamu vetën, hatë me t'i kënoj me të kajtme. Kur kënoj edhe, vajtoj ka pak, ja mu shi menën. Nësa i ka 100 euro, unë 3.000 dinar. Këto janë filozofia dhe janë nisi me mledh pare. Edhe kur ta shof fund, as një dinar si ki.